Përshëndetje dhe mirë se vini në tutorialin e 12 nga mësimi në Shqip. Sot kam vendosur të bëj një hyrje mbi multidimensional arrays që janë dy llojesh. Kemi normal multidimensional arrays dhe jagged arrays. Multidimensional arrays janë struktura për të ruajtur të dhëna në tabela me 2 apo më shumë dimensionale. Gjatë këtij tutoriali do të shikojmë vetëm ata normal. Pra jagged arrays do i shikojmë në tutorialin e radhës. Dhe për më tepër do i shikojmë vetëm ata që janë 2 dimensional ose ndryshe matricat ose tabela 2 dimensionale, sepse me 3 dhe lart është e njëjta logjik si me 2. Këta arrays referohen me anë të 2 indekseve. Indeksi I që është për rrjeshtat dhe indeksi J që është për kolonat. Gjithsesi le të shikojmë dhe në slide se si janë të sqaruara. Në fillim këto janë temat që ne do shikojmë. Në fillim do shikojmë përdorimin e implicit initialization në array duke përdorur var keyword, i cili në fakt duhet të ishte përfshirë në tutorialin e shkuar, por gjithsesi ne do shikojmë një shembull të shkurtër. Pastaj do kalojmë me multidimensional arrays. Çfarë janë ata? Multidimensional arrays janë arrays që kanë më shumë se një dimension, ndryshe quhen edhe tabela me 2 apo më shumë dimensione. Llojet e multidimensional arrays, siç e thash, janë normal multidimensional arrays dhe jagged arrays, dhe mënyrat e inicializimit tek të dyja llojet. Këtë herë do shikojmë vetëm normal, ndërsa herës tjetër do shikojmë jagged. Normal multidimensional arrays. Ne do shikojmë vetëm ato me 2 dimensione ose ndryshe tabelat. Për të inicializuar dhe deklaruar një të tillë, është kjo trajta këtu. Shkruajmë të dhënën që ne duam të ruajmë, hapim dhe mbyllim klap katrore dhe brenda saj vendosim një presje. Vendosim emrin e array e barabartë me 1, përsëri emrin të dhënës dhe përcaktojmë. 3 përcakton numrin e rrjeshtave, ndërsa 4 përcakton numrin e kolonave. Pra, në këtë drejtim është indeksi I, ndërsa në drejtimin tjetër është indeksi J. Për të aksesuar një element në këtë tabel, për shembull array në rrjeshtin e tretë, duke qenë se është indeksi 2, pra në këtë rast I-ja është 2, i bie që të jetë 0, 1, 2, pra është rrjeshti i tretë, dhe kolona e parë, pra kolona 0, që është 65 në këtë rast. Përdorim këtë trajten këto. Kjo është pak a shumë se çfarë janë normal multidimensional arrays, pra janë thjesht tabela me të dhëna që përdorin 2 indekse, një sipas rrjeshtave dhe një sipas shtyllave. Tani do shikojmë raste konkrete në Visual Studio për inicializimin e tyre. Le të fillojmë një herë me inicializimin në mënyrë implicite të arrays të cilët janë një dimensional. Nëse duam të krijojmë një array një dimensional, kemi thënë se shkruajmë, po them integer data është e barabartë me 1 int. Dhe këtu përcaktojmë mallsinë. Po them që data 0 është e barabartë me 45. Le ta kopjojmë këtë. Data 1 dhe data 2. Kemi 3 numra. Le t'i printojmë në ekran me for each. Dhe shkruajmë int number in data console write line number. Apo të shikojmë tani printohen numrat. Tani, për ta bërë këtë inicializim në mënyrë implicite, mund të shkruajmë në vend që të shkruajmë int, bëjmë deklarimin me var keyword. Tani, kjo është e njëjta gjë, sepse kompilatori do kuptojë që kemi një array me integer i cili ka brenda 3 vlera, nuk është e nevojshme ta specifikojmë në 2 vende. Ky është pra deklarimi me anë të var keyword dhe inicializimi i këtyre vlerave. Tani, edhe një ndryshim tjetër, kemi bërë for each dhe for. Unë kam thënë që në të shumtën e rasteve janë njësoj, por kanë një ndryshim thelbësor. For each ne nuk mund ta përdorim për qëllime të tjera përveç se për të aksesuar element. Pra thjesht ne mund të marrim element nga array data dhe mund t'i përdorim, po them, për t'i shfaqur në ekran ose për t'i
për t'i vendosur në një tabelë ose për diçka tjetër, nuk mund t'i modifikojmë. Për shembull, nuk mund të themi number është e barabartë me 99 dhe pastaj ta printojmë. Ja shikoni, kemi një error. Dhe thot cannot assign to a number because it is a for each iteration variable. Pra nuk mund ta ndryshojmë vlerën e number, sepse është një variabel e cila është deklaruar brenda for each-it. Mund të përdoret vetëm thjesht për aksesim, për asnjë gjë tjetër, ndërsa tek fori mund ta përdorim si për aksesim, por mund ta përdorim dhe për t'i dhënë vlerë dhënie ose veprime të tjera, pra modifikime. Për shembull, nëse kemi for, themi int I baraz me 0, ja me vogël se data.length. Tani në këtë rast bën të njëjtin funksion. Pra edhe fori printon elementet, edhe for each I printon elementet, por ndryshimi është ky, që brenda forit ne mund ta modifikojmë të dhënën. Pra mund të themi për shembull data në pozicionin e it është e barabartë me 44, po them. Le të ndryshojmë të gjitha dhënat 44 dhe pastaj printojmë. Ja, nuk nxjerr asnjë error. Pra këtu mund t'i modifikojmë të dhënat brenda forit, ndërsa brenda for each-it duhet ta fiksojmë shumë mirë sepse është shumë e rëndësishme. Nuk mund ta modifikojmë të dhënën ose variablin number, por thjesht mund ta aksesojmë atë, pra mund ta marrim nga array data që ta aksesojmë në konsole. Kjo është ideja. For each zakonisht përdoret vetëm kur duhet të shikojmë të dhëna, pra kur duam të marrim nga një vend dhe t'i paraqesim në një vend tjetër, ndërsa kur duam t'i marrim atë të dhëna dhe t'i modifikojmë, gjithmonë përdorni for. Krijojmë një array dydimensional me të dhëna integer. Shkruajmë int, hapim dhe mbyllim klap, vendosim presje, vendosim emrin, unë po vendosi data, që është e barabartë me new int. Tani këtu përcaktojmë mallësinë e kësaj tabele, unë po vendosi ka 2 rrjeshta, pra dhe 2 shtylla. Tani pse vendosim këtu një presje? Sipas logjikës matematikore do ishte int 2, po kjo nuk është e nevojshme. Pra vetë kompilatori e kupton që nuk kemi nevojë të vendosim në 2 pozicione të tilla gjatësinë dhe zërsinë e kësaj tabele, pra mallësinë se sa rrjeshta ka dhe se sa kolona, kështu që ne vendosim vetëm një presje për të treguar që ka 2 dimensione, një majtas dhe një djathtas. Dhe këtu pastaj përcaktojmë mallësinë. Po të kishte 3 dimensione, normalisht këtu I binte që të kishte 2 presje. Me 4 pastaj shtohet numri I presjes në varësi të dimensioneve që ne. Për inicializimin e vlerave të këtij array ne mund të përdorim forma të ndryshme, po përdorim një herë formën standarde ose bazike që kemi përdorur dhe në tutorialin e shkuar dhe fillojmë me indeksin 0, 0. Është e barabartë me një numër. Ta bëjmë këtë copy. Kemi 0, 1, kemi 1, 0 dhe 1, 1. Le të ndryshojmë vlerat. Ok. Tani pra se cilës vlerën e tabeli kemi dhënë një numër të caktuar. 61 për shembull kemi për vlerën e pozicionin 0, 0 edhe kështu me radhë. Pra rrjeshti 0 kolona 0. Rrjeshti 0 kolona 1. Rrjeshti 1 kolona 0, rrjeshti 1 kolona 1. Për t'i printuar ne mund të bëjmë console write line. Shkruajmë data. Po them duam të printojmë elementin në pozicionin 1, 0. Le të shikojmë. Ja, printohet 619. Ky printon një element, ne mund të shkruajmë 4 console write line, por nuk është eficiente, mund ta bëjmë me for loop. For int I bara 0 jashtë me vogël se sa 2 I++. Në këtë pozicion ku ne jemi, po lëvizim sipas rrjeshtave. Pra, fillojmë për rrjeshtin e parë, pastaj dhe kemi dhe rrjeshtin e dytë. Rrjeshti I parë indeksohet në fillim me vlerën 0, pastaj rrjeshti I dytë indeksohet me vlerën 1. Gjithashtu duhet të bëjmë tani një for loop tjetër për shëtitjen e kolonave ose për marrjen e vlerave sipas kolonave. Tani du të marrim një indeks Y, që përsëri është I barabartë me 0, pra fillon te kolona e parë, ja është përsëri me vogël se sa 2 sepse 2 kolona kemi. Dhe inkrementojmë janë.
Tani, në këtë moment, ne mund të shfasim të gjitha të dhënat. Data IJ. Le ta printojmë. Ja, po të shikojmë, printohen të gjitha të dhënat. Pra, gjithmonë jemi tek rrjeshti i parë, le të fiksojmë rrjeshtin e parë. Fillojmë me kolonën e parë, pastaj vazhdojmë me kolonën e dytë. Mbaron fori i dytë duke printuar të dhënat e rrjeshtit të parë. Pastaj kalon me rrjeshtin e dytë dhe përsëri kolonën e parë dhe pastaj kolonën e dytë. Dhe kështu me radhë do printohen të gjitha të dhënat. Nëse ne duam ta shfasim në mënyrë tabele, pra tabelare, mund të përdorim edhe një marifet ose një trik të vogël. Shkruajmë një tab këtu, ndërsa këtu shkruajmë console write line për të zbritur një rrjesht më poshtë. Tani po shikojmë, kjo printohet në trajt tabele. Pse printohet në trajt tabele? Pasi printohet elementi në rrjeshtin e parë dhe kolonën e parë, kemi një tab, pra kemi një hapësirë këtu, dhe pastaj printohet elementi në rrjeshtin e parë, kolonën e dytë, pastaj zbret një rrjesht më poshtë sepse ekzekutohet kjo console write line. Pra zbret një rrjesht më poshtë dhe printohet elementi në rrjeshtin e dytë, kolona e parë, dhe pastaj kemi një tab përsëri dhe elementi i fundit që është elementi i rrjeshtit të dytë, kolonës së dytë. Prandaj përdorim dy cikle for për të printuar këtë të dhënat. Gjithashtu, dy ciklet for mund t'i përdorim edhe për të marrë të dhënat. Si mund t'i përdorim për të marrë të dhënat? Ja t'i fshim këto dhe t'i bëjmë copy paste. T'i bëjmë me lart në mënyrë që të dhënat i marrim me lart. Këtë ta hesim sepse nuk na duhet. Edhe këtë. Tani të dhënat ne do i marrim nga përdorësi, kështu si shfasim një mesazh përdorësit. Pra në pozicionin e IJ. Dhe këtu tani për të marrë elementin kemi data IJ, pra data në pozicionin e IJ është e barabartë me int 32.parse console.readline. Pra, përdorësi fut një string, konvertohet në integer dhe nga integer i bashkangjitet datas në pozicionin e IJ. Pasi kemi të marrë të gjitha dhënat nga përdorësi, të zbresim një rrjesht më poshtë që mos t'jenë të bashkuara të dhënat dhe në fund do kemi printimin e tyre. Le ta ekzekutojmë programin dhe do shohim. Ju lutem jepni elementin e pozicionin e 00, 56, 01, 98, 1010 dhe vendosim dhe elementin e fundit minus 73 po them. Ja, po të shikojmë tani printohen të gjithë elementat. Pra printohet 56, pastaj 98, pastaj 10 dhe në fund minus 73. Pra duhet të mbajmë mend, dy foret e para marrin të dhënat, dy foret e dyta i printojnë ato. Gjithmonë për të marrë të dhëna duhet kemi dy fore dhe për të operuar mbi këtë të dhëna duhet të kemi dy fore të tjera. Këtu kam vendosur pastaj një rrjesht ndërmjet. Kjo është mënyra se si marrin të dhënat nga përdorësi. Kemi edhe mënyra tjera që ne mund ta inicializojmë këtë array direkt nga këto. Si inicializojmë? E kemi parë dhe tek array tjetër që për inicializimin direkt kur bëjmë deklarimin hapim dhe mbyllim klap. Por problemi është se nuk mund të shkruajmë për shembull 4, 5 e kështu me radhë. Pse? Sepse nuk është array një dimensional. Kështu që ky array duhet të marrë jo vlera konkrete, por duhet të marrë rrjeshta. Dhe për të marrur një rrjesht hapim dhe mbyllim përsëri klap dhe brenda këtij rrjeshtit, pra që është i kufizuar me këto dy klapa, tani vendosim vlerat, po them 5, 9. Presje merr edhe rrjeshtin e dytë. Këtu tani po them vendosim 8, 6 dhe në fund e mbyllim me pikë presje duke qenë se është një statement. Pra, kemi deklaruar edhe një herë një array dy dimensional të quajtur data, i cili ka dy rrjeshta dhe dy kolona. Ku dallojmë ne që ka dy rrjeshta? Ka dy rrjeshta sepse kemi rrjeshti i parë, rrjeshti i dytë. Ku dallojmë ne që ka dy kolona? Ka dy kolona sepse për secilin rrjesht kanë nga dy elementa. Dhe normalisht duhet i ndajmë pastaj me presje. Brenda rrjeshtit duhet i ndajmë të gjithë elementat e kolonave me presje dhe vetë rrjeshtat nga njëri tjetri duhet i ndajmë me presje, në mënyrë që të bëhet të dallueshme kodi nga ana e kompilatorit. Në këtë rast është i deklaruar dhe inicializuar
ky array dhe mjafton tani ta printojmë. Ja, po të shikojmë kemi 5, 9, 8 dhe 6. Kjo është mënyra parë. Mënyra dytë mund të fshim fare dyshat, duke qenë që kompilatori e merr vetë tashmë si të mirëqen që mallësia është 2 me 2 duke kuptuar këtu. Ja, përsëri është i njëjti rezultat. Tani përveç kësaj duhet të shikojmë edhe arrays tridimensional. Për të krijuar një array tridimensional, me qenë se kemi kohë të shikojmë dhe këta, vendosim dy presje, në kuptimin që i tregojmë kompilatorit që kemi 3 pozicione. Ky është pozicioni i parë ku është kursori, ky është pozicioni i dytë dhe ky është pozicioni i tretë, ose dimensionet. Pra kemi 3 dimensione. Përsëri po e quajmë data. Tani njëin duhet të vendosim edhe një mallësi tjetër, që unë përsëri po e vendosi 2. Përsëri njëjta logjik, ne mund ta deklarojmë dhe inicializojmë që këto, se mund ta inicializojmë me poshtën, po e inicializoj që këto. Tani këtu duhet kemi parasysh diçka, që ky duhet të përmbaj një klap hapse dhe mbyllse, që brenda saj përsëri do përmbaj 2 klapa hapse dhe mbyllse, dhe secila prej tyre përsëri do përmbaj 2 klapa hapse dhe mbyllse. Sepse është 3 dimensional. Le të vendosim vlerat e secili, shpresoj mos të ngatrohem tek pjesa e vendosjes së vlerave. Okej, jemi në rregull. Pra po ta shikoni, këtu kjo klap mbyllet këtu, kemi pastaj 2 të tjera, ku secila prej tyre ka 2 brenda. Kjo është pak a shumë dhe logjika se si mund ta formulojmë ose mund ta inicializojmë këtë array. Pak a shumë është e logjikshme se si funksionon mënyra e inicializimit direkt. Nëse nuk jeni të qartë me këtë mënyrë, mund ta inicializoni dhe me for loop. Problemi lind tani. Si do i paraqesim këto të dhëna? Cila është mënyra që do i paraqesim? A na mjaftojnë 2 for loop? Në fakt nuk na mjaftojnë 2 for loop, duhen 3 for loop. Me qenë se ne tani po ecim me 3 dimensione ose ndryshe po ecim me 3 indekse. Tashmë nuk mund të themi që po ecim sipas rreshtave dhe sipas shtyllave, sepse po ecim me 3 dimensione dhe nuk ka kuptim sepse nuk jemi me në tabel, por mund të themi që ecim me 3 indekse. Krijojmë dhe një for tjetër. Dhe këtë tashmë po e quajmë indeksi k, që është i barabartë me 0, k-ja përsëri është më i vogël se sa 2, k++. Këtu duam të printojmë të dhënat. Mënyra se si printojmë të dhënat nuk është e kufizuar, sepse duke qenë që nuk është një tabel, nuk është domosdoshmërisht të thënë që duhet të paraqisim në trajt tabele. Mund të paraqisim dhe në trajt lineare, por të kuptojmë që ky si array në vetvete përmban të dhëna me 3 dimensione. Po them console write line data i j k. Këtë po e heqim fare dhe të shikojmë formën si na dalin të dhënat. Ja. Po të shikojmë këto, të dhënat dalin në trajt kolone, por në të vërtet le të ndajmë mirë dyshe, i bie që të kemi një console write line që të bëhet me qartë. Ja. Po të shikoj mund të ndajmë dhe dyshe si që kemi të ndara këto. Ja, kemi 2, 3, 9, 8, 7, 3 dhe 1, 0. Kjo është paraqitja këtyre të dhënave është si pas dëshirës suaj. Po të kishim një array me 4 dimensione, do duhej edhe një for loop brenda. Pse? Sepse kur aksesojmë të dhënat në array data, duhet të vendosim 3 indekse. Njëherë të lëvizim sipas is, pastaj sipas j-s, pastaj sipas k. Tani do të flasim për sa i përket length property. Tek tutorialit që kaloi, shikuam që length property kthen mallësinë e array. Dhe tek cikli for përdorim length për të shkuar deri në fund ose për të marrë mallësinë e array. Në këtë moment nuk mund ta përdorim atë property. Pse nuk mund ta përdorim atë property? Sepse mallësia e këtij array në të vërtetë është 8, sepse është 2 herë 2 herë 2. Pra nuk mund ta përdorim. Madje mund ta shfaqim data
data.length, ja për ta vërtetuar, do të shohasim numrin 8. Pse? Sepse mallësia e këtij array është 8 pra. Si mund ta marrim ne mallësinë e gjatësisë sipas indeksit I, sipas indeksit J dhe sipas indeksit K? Ka një mënyrë, shkruajmë data.getLength. Dhe ky është një funksion, prandaj hapim dhe mbyllim klap dhe vendosim 0. Tani, kur kemi thirrur funksionin getLength dhe kemi vendosur si argument 0, do të thotë që kemi marrë gjatësinë sipas indeksit të parë, pra sipas indeksit I në këtë rast. Dhe siç mund ta kuptoni vetë, për indekset e tjera është e njëjta gjë, vetëm mjafton të ndryshojmë argumentet. Tashmë do të shkruajmë 1 sipas indeksit të dytë dhe mjafton të shkruajmë 2 sipas indeksit të tretë. Po ta bëjmë run, ja, po të shikojmë është i njëjti përfundim. Po të kishim dhe indekset e tjera, mjafton të rrisim numrin ose të rrisim argumentin me nga 1. Kështu pak a shumë marrim length sipas një indeksi ose sipas një drejtimi të caktuar. Asnjë mos e përdorni thjesht length property sepse ai do kthej krejt mallësinë e array. Pak a shumë kjo është një përmbledhje e shkurtër mbi multidimensional arrays, sidomos ata që janë me 2 dimensione. Do shikojmë pastaj tutorialin tjetër jagged arrays. Me kaq do e mbyllim, mirupafshim në tutorialin